Sot, para mureve të gjykatës speciale në Hag, mijëra qytetarë shqiptarë ngritën zërin e tyre me një mesazh të qartë dhe kombus, jo në emrin tim. Ata protestuan kundër një gjykate që në vend se të sjellë drejtësi, po e gjykon luftën çlirimtare të UÇK-s përmes akuzave të ndërtuara mbi argumente dhe fakte në thojza, të shërbiura nga Serbia, shteti agresor, shkaktari i dhimbjes dhe i krimeve kundër shqiptarëve. Ky zë i popullit është zëri i së vërtetës historike, zëri i kujtesës kolektive dhe i sakrificës. Është një kujtesë për çdo që ka harruar se liria e Kosovës u fitua me gjak, jo me akuzat e fabrikuara. Por ajo që bie në sy sot është heshtja e thellë dhe e pakuptueshme e partisë në pushtet, e qeverisë në detyrë dhe kryetarit të saj, Albin Kurti. Qytetarët folën, diaspora u bashkua, familjet e dëshmorëve, veteranët dhe njerëzit e thjeshtë e shprehën qëndrimin e tyre. Vetëm qeveria mungoi. Pse kjo heshtje? Pse ky mosreagim në një moment kur historia po shkruhet me hapa të mëdhenj? Ndoshta një ditë historia do të tregoj arsyet, do të shpjegoj interesat dhe do të zbuloj llogaritë politike që fshihen prapa kësaj qasje. Por sot mbetet një fakt i thjeshtë dhe i hidhur. Populli foli ndërsa pushteti heshti.